Ardhja e pranverës shoqërohet edhe me rikthimin e virozave, duke përfshirë edhe Covid tek fëmijët. Mjekja pediatre Rigerta Dako tregoi që periudha 4 mujore që nga dhjetori ka qenë ngarkuar me 30-35 vizita në ditë në poliklinik, kurse në mars 15-25 vizita në ditë. Kjo është një periudhë rreth 4 mujore që nga muaji dhjetor që ne kemi patur fillimin e virozave dhe deri tani në vazhdimsi. Kemi patur muaj me ulje ngritje, pra dhjetor janar shkurti ishin muaj me fluks 30 deri në 35 vizita në ditë këtu në poliklinik. Dhe periudha pas marsit e deri më tani neve arrim 15-20, maksimum 25 vizita në ditë në varësi edhe të ditëve, ditët e hëna, ditët e shtuna, kemi një fluks më të shtuar të fëmijëve. Virozat kryesisht janë me rikthime, pra fëmijët marrin virozat në ambientet kolektive, zgjasin me shenja 5-6 ditore, me rruf, me temperaturë, me koll, me sekrecione, dhimbje fyti, dhimbje veshi, që janë shtuar në fakt rastet me dhimbje veshi, me temperaturë, me diarre, me të vjella, me marrje mënç, vinë, vizitohen, marrin mjekimin e duhur, rrinë 2-3 ditë mirë në shtëpi dhe pastaj vinë përsëri me të njëjtat shenja. Pra është një periudhë goxha e zgjatur që ne jemi në ndikimin e virozave dhe nuk është në fakt se ka qenë në vitet e shkuara kjo situatë. Doja të shtoja që përveç virozave mund kemi patur edhe raste me Covid, mund të kenë qenë sporadike, por që besoj kanë qenë prezente edhe për shkak të simptomave që fëmijët kanë patur.